Rihapet kufiri Kosovë-Maqedoni pas 6 ditësh blokade. Komisioni Qendror Zgjedhor ka certifikuar 77 subjekte politike, në shqyrtim edhe 33 të tjera. Në Shqipëri jepet votbesimi qeverisë dhe programit të Edi Ramës. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Jetë dhe çdo pikë të ujit. Uji lubeten. X, fuqia e freskisë. Dini Kompani. Dini Kompani. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Kompani. Dini Kompani. Në Veternik Prishtinë dhe në Felizaj në magjistralen për Prishtinë. Pas 6 ditësh blokade në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, janë hequr të gjitha masat e vendosura nga qeveritë e të dyja shteteve. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka njoftuar se janë pajtuar me qeverinë e Maqedonisë që të mos e bllokojnë më njëra tjetrën dhe të gjitha masat e vëna reciprokisht të hiqen. Kusari Lila citohet të ketë thënë se janë të sigurt se në cilin do rast institucionet e Kosovës do ta kenë interes primar mbrojtjen e ekonomisë së vendit, lëvizjen e lirë të madrave dhe qytetarëve konform vlerave evropiane dhe universale. Ndërkaq ministri i ekonomisë në qeverinë e Maqedonisë, Valon Saracini, tha se shpreson që situatat e tilla të mos përsëriten, ndërsa kërkoi falje për të gjitha dëmet që janë shkaktuar nga kriza e ditëve të fundit mes shteteve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se është më rëndësi që serbët të dalin në numër sa më të madh në zgjedhjet e ardhshme lokale. Jahjaga në një intervistë për radio-televizionin e Vojvodinës tha se qytetarët kështu do të kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie demokratike në Kosovë. Ajo u bëri thirrje qytetarëve të cilët kishin ikur nga Kosova që të kthehen, sepse Kosova është shtet civil që nuk bazohet në dallimet kombëtare dhe fetare. Ajo tha se rezoluta 1244 në Kosovë është e vdekur, madje që nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë me të cilën është shprehur vullneti i lirë i qytetarëve. Republika e Kosovës është një realitet që njihet nga më shumë se 100 vende të botës. Ne duam të kemi marrëdhënie të mira me Serbinë dhe unë jam e sigurt se marrëveshjet do të çojnë në normalizimin e plotë të marrëdhënieve, ka thënë presidentja Jahjaga. Deri tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar 70 subjekte politike, ndërsa ende është në shqyrtim të 33 subjekteve të tjera, në mesin e të cilave edhe disa nga nismat qytetare serbe. Nga mbi 100 subjekte, 18 janë nga radhët e komunitetit serb, përfshirë edhe ata të komunave veriore të Kosovës, transmeton Zëri Amerikës. Lista e nismas qytetare Serbia e paraqitur për të marrë pjesë në zgjedhjet për pushtetin lokal të 3 nëntorit në Kosovë do të ndryshojë emrin. Ajo do të quhet nisma qytetare serbe. Vendimi pasoi kërkesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të ndryshohet emri i listës, e cila mbështetet nga Beogradi zyrtar. Emri Serbia i kësaj nisme kishte nxitur reagime. Qeveria e re e Shqipërisë e udhëhequr nga Edi Rama është miratuar sot në Kuvend pas 2 ditësh debati nga ligjvënësit. Kuvendi ka votuar me 82 vota pro programit të ri qeverisës, si dhe i ka dhënë votbesimin qeverisë së re, raportojnë mediat në Tiranë. Kundër kanë votuar 55 deputet, ndërsa të pranishëm në sallë kanë qenë 137 ligjvënës.
Koalicioni socialist i udhëhequr nga Rama ka dalë fitues në zgjedhjet e 23 qershorit. Po afro data kur profesorët e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina me nga 2 kontrata të rregullta pune duhet të deklarohen se cilin vend pune e zgjedhin. Janë rreth 40 profesorë të rregullt, të cilët kanë afat që deri më 20 shtator të vendosin përfundimisht se në cilin universitet apo institucion tjetër duan të punojnë. Rektori i Universitetit Ibrahim Gashi tha për Radio Kosovën se nëse profesorët deri në datën e caktuar nuk përcaktohen dhe nuk dërgojnë dëshmi për shkëputje të marrëdhënies së dytë të punës, atëherë do të merren veprime të njëanshme për shkëputje kontrate pa ndonjë paralajmërim. Inspektorët e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, së bashku me pjesëtarë të policisë në Lipjan, kanë rivendosur shiritat dhe masën e mbylljes në shpellën e Gadimes që ishin hequr nga ana e Nazif Tashollit, transmeton KTV. Sipas këtij mediumi, ai ka shkelur kështu vendimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për mbylljen e përkohshme të këtij monumenti natyror. Nazif Tasholli do të ndiqet penalisht për veprën e kryer, mos respektim të vendimit të Ministrisë për uzurpim të pronës shtetërore, si dhe për të dhënë llogari për keqpërdorim të mjeteve sa menaxhonte ilegalisht me shpellën, pasi që të hyrat e gjeneruara asnjëherë nuk janë dorëzuar shtetit, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Nisi sot asfaltimi i rrugës e cila lidh lagjen Toskaj me qendrën e fshatit Komogllav. Banorët tonse janë gëzuar asfaltimit të rrugës, me që përmirësimi i infrastrukturës në këtë pjesë u lehtëson jetën banorëve të 3 lagjeve të fshatit. Ata falenderuan komunën, por kërkuan që rrugën ta vazhdojnë edhe për 500 metra dhe ta lidhin atë me rrugën e bazës Bonstel, që do ta lehtësonte qarkullimin për pjesën më të madhe të fshatit. Këtë rrugë kemi prit qysh ka moti, edhe asfaltimi se rrugë lunë një rrallë transishëm, sidomos për 3 lagje. Mendoj edhe më shumë të gjysma e fshatit mund të kalojnë këtu pari, po vetëm ka metë një 500 metra me lidh rrugën ka Bonstili. Domthon më mërmenja gjysma e fshatit kishte me kalu këtu pari se ka rruga tjetër nga unda djathtë, është që me thonë ka kthesat moja, ka aksidentet javore. Për atë kishte me qenë edhe një mundësi me na dhonë me na ndihmu me shtru edhe një 500 metra ka metë më rridh me rrugën e Bonstilit. Sipas zyrtarëve komunal, ky projekt është parapar të vazhdohet në të ardhmen, me që kjo rrugë, përveç që do të ishte një unaz për pjesën më të madhe të fshatit, do ta shkurtonte edhe qasjen deri në magjistrale për Ferizaj. Ky projekt planifikohet që të vazhdohet në edhe në bazë të kornizave tona buxhetore që të lidhet në të ardhmen me rrugën e Bonstilit. Dhe po ashtu është edhe një unaz që e lidh edhe me lagje tjera, është unaz këtu në të moj që i bje onën perëndimore pejga ku jemna, ku planifikohet që në të ardhmen edhe ajo të lidhet dhe të bëhet, domethënë gjitha këto lagje të lidhen njëna me tjetrën dhe me një rrugë edhe më të shkurtër për në qytetin e Ferizaj. Sipas drejtorit komunal për infrastrukturë, veç asfaltimit me gjatësi prej 860 metra, është intervenuar edhe në shumë pjesë ku nuk ishte përfunduar instalimi i rrjetit të kanalizimit. U bë e ditur se i gjithë projektin e fjalë, buxhetit të komunës i ka kushtuar rreth 90.000 euro.